Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha, veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit. Kjo është ligjërata e fundit e vitit 2014 dhe kjo është situata e njerëzve, kjo është situata e këtij populli që si adin rendin as dunjos dhe as ahiretit. E kanë një festa ashtu quajtur, festa e vitit të ri, mendje që e presin ignorantët, por kur vjen momenti nuk kanë rrim. Po na jemi, elhamdulillah, jemi musliman që falemi hem me rim, hem pa rim. A ka as ka rim nuk është e rëndësishme për neve. Ajo që është e rëndësishme për neve është adhurimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe bile ndim kënaqësi jashtëzakonisht të madhe kur njerëzit harrojnë përmendjen e Allahut që na jemi ata që e përmendim Allahun subhanahu wa taala. Është mirësi dhe begati e madhe për Allahun subhanahu wa taala që me të dhëzuar mesin e shumë devijumve. Sepse sikur të mos kish dashur Allahu, edhe na do të kishim qenë mesin atyre. Por ka dashur Allahu Azza wa Jall, ja që na ka zgjedhur nga ata që vazhdojnë me adhurimin e Allahut pa marrë parasysh se kush ka bën dhe çka ndodh dhe si ndodh jashtë mureve të xhamisë. Falënderojmë Allahun që na edhe në këtë mbrëmje Allahu Azza wa Jall na mundsoi që ta falim yatsin, por edhe këtë të mërkure të fundit të vitit 2014 të qëllon në ditën në të cilën ditë na e mësojmë fjalën e Allahut, tefsirin e Kuranit dhe mundohemi që të ngritemi fetarisht, që të ngritemi intelektualisht, që të ngritemi me njëri fetare, me njëri me cilat është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Vazhdojmë me lejen Allahut Azza wa Jall me ligjëratën e tefsirit të Kuranit ku Allahu Azza wa Jall thotë utullim ba'da zalika zanim. Thot mendje madh, trup madh dhe i fuqishëm, ba'da zalika zanim, dhe është dhe thot njeri i cili të i kalon gjithë kufit, por njëna nga komentet që është për fjalën zanim, kam përmend disa komentatorë dhe kanë thonë se është mendje madh, trup madh, zullumçar, ba'da zalika zanim, thot dhe plus është kopil. Plus është kopil. Definicioni i kopilit është dhe të fëmia i cili lind nga zinaja. Fëmia i cili lind nga zinaja. Fëmia i zinas është kopil. Nga se baba i tij është jo legjitim. Baba i tij do thotë ka bën marrëdhënie me një grua, me cilën grua paraprakisht nuk ka bë kontratën e niqahit. Nuk e ka kolorizuar. Apo të na kopili thënë edhe do thotë fëmijës të cilët fëmijë nuk i ditë baba, Allahu na ruaj nga kjo kur një grua bën do thotë zina me shumë burra dhe nuk e din se kush prej këtyre burrave është fëmijë, është prind i kësaj fëmie, edhe këtij i thon kopil. Allahu na ruaj nga gjithë këto do thotë raste dhe i qoftë larg nga vendet e tona. Nuk du mund dalë të dispozitat e kopilit dhe kështu me radhë, nga sa është temë në vete dhe është e ndihshme dhe e prekshme, që ndoshta ja vlen ndonjëherë të të ndalemi kësaj pike pak në formë më akademike. Por atë që du me potencu këtu në këtë rast, është se Allah zë thotë, ky person është zullumçar, është mendje madh dhe nga ana tjetër është kopil, njëri me behane, me kabahat. Njëri i cili nuk ka preordhë dhe nuk ka los, dhe nuk i ditë se kush prej çka jetosh dhe si është. Nga ana tjetër mundohet me në përkamp të tjerit. Kështu është gjendja e zullumçarëve, dhe sot zatën do të thotë shtetet e mëdha, njësitë elite të speciale me të cilët njësi do të thotë zakonisht bëjnë zullume të mëdha e të ndryshme nëpër botë, janë njerëz të cilët janë kopil. Të cilët thotë njerëz nuk ju ditë prejardhja, janë të lanë dhe të gjetë në rrugë, kalon dhe thotë kush e kalon, i marrin dhe i ruajnë, kujdesen për ta dhe pastaj ata njerëz i shfrytëzojnë për zullume dhe padrejtësi, atentate, vrasje dhe kështu me radhë
në përbot ku ata i shohin interesat e veta. Allahu na rujt nga këta njerëz të ligë e të këqij. Thot Allahu azza jall an kana dha malin wa banin. Thot është zullumçar i pa drejt dhe i keq, shkaku se është person i cili ka pasuri dhe fëmijë. Dha malin wa banin. Allahu azza jall kur dikujt i jep pasuri dhe fëmijë, kim vetë të bëhet falëndërues ndaj Allahut azza wa jall. Ki bëhet mendja më zullumçar. Dhe në përkamb të mirit e të drejtit, shoku se mendon se ka arrit forcë. Kur njeriu zakonisht, kur ketë shpinë të fortë, kur ketë do të kushirin mbrapa, shumë evlat, shumë fëmijë, familje të madhe, dhe të ketë shumë pasuri, fatkeqësisht ato çndrohet në zullumçar. Kjo në vetë sa të shkakton të ai urtësi, devotshmëri dhe drejtësi. Për fat të keq, shpesh e shohim raste që këta njerëz çndrohen në zullumçar dhe të padrejtë. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Dhe kur ati i lexon argumentet tona, kur ai këshillohet, i thuhet kështu ka thënë Zoti, qala asatirul awwalin, ai thot këto janë pralla të vjetra, pralla tregime të gjyshve dhe paragjyshve tonë. Nuk janë fjalë të zbritura mbi 7 kaçej, bile përgënjeshtron, bile ofendon, bile refuzon, bile fjalë të Zotit të zbritura mbi 7 kaçej i krahason dhe i nënçmon me prallat e plakave që kanë përcjell bes pas bereze. Nuk pranon këshilla, nuk pranon udhëzime dhe bile është mendje madh dhe në përkëmbës edhe i fjalëve të Zotit. Nëse njerëzit i në përkëmb, i nënçmon, u merr mallen e pa drejt dhe ban zullume dhe çorodira në tokë, dhe ai është me behone i keq dhe ka statusin e kopilit, apo nuk ka vlerë dhe peshë në mesin e njerëzve, bile çka thot? Allahu e ka sprovuar dhe i ka dhënë pasuri dhe evlat dhe shpinë të fortë, ai merr guximin që çka më në përkomb edhe fjalë të zbritura mbi 7 kaçej. Thot Allahu azza wa jalla sanasimuhu ala al-khurtum. Shtash vjen xhevapi. Thot sanasimuhu ai do thot se nusawiduhu. Kina me anzi thot ala al-khurtum. El-khurtum kina me anzi ala al-khurtum. Khurtum i thënë që kësaj pjesë të hundës, që të dy vrimave që janë të hapta që duken. Allahu azza wa jall thot me urtësinë e vet shpeshherë në Kur'an përmend disa pjesë të trupit dhe ka për qëllim një pjesë në tërësinë e asaj pjese. Këtu kanë thonë dietarët, Allahu përmend hundën, por ka për qëllim fytyrën. Thot Allahu azza wa jall sanasimuhu ala al-khurtum. Thot ditën e gjykimit kina me anzi fytyrën. Jo sikur e kanë komentuar disa dhe kanë thonë se Allahu do t'ja vendon një pikë të zezë te hunda. Komenti do të thotë më i saktë, ose Allahu azza wa jalla këtyre njerëzve në ditën e gjykimit ka më anzi fytyrat. Pse ka më anzi fytyrat? Për mu dallu prej tjerëve. Përke çka thot Allahu azza wa jalla, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Thot ditën e gjykimit disave ka më zbardh fytyra e disave të tjerëve ka më nxi fytyra. Dhe kjo është komenti ajet me ajet. Kjo ajet kuranor tregon se Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit këtyn dhe jo se ka më vanxi hundën, por ka më vanxi gjithë fytyrën. Që dallon nga të mirët dhe ditë se këta janë të këqit. Dhe ka thonë Allahu azza wa jall, thotë se kena më vanxi fytyrën që më nënçmu alo më tepër që mos shihin se kush janë. Sepse njeriu në terr dhe në nximje të madhe nuk shihet se kush është. Nuk di se kush është, për me ignoru ata, për me jazgjësu ata. Kanë me qenë të nxim dhe të lanë të mazdore. S'ka me i përfil askush ata. Shkoku se kanë bot, që kanë bot, si që përmendëm më natë. Thotë Allahu azza wa jalla, inna balawnahum kama balawna ashabal qaryati. Thotë Allahu azza wa jalla, ashabal janna. Thotë ne ata kina mi sprovu.
Thot ne ata i sprovum, ashtu si që i sprovum personat e kopshtit, pronarët e kopshtit. Kush ishin këto pronarët e kopshtit? Pronarët e kopshtit kanë qenë disa vëllezër, thuhet që kanë qenë 3 vëllezër. Disa komentatorë të Kuranit kanë përmend, siç është Ibn Kathiri, se thotë këta vëllezër kanë jetuar në Yemen. Parafërsisht 10 deri 12 kilometra në largësi prej vendit Sanaa, në vendin e quajtur Darwan. Sot ky vend njihet në Yemen. Këta djem kanë qenë, dhe thotë, djem të një babe shumë devotshëm e shumë të mirë, shumë musliman, i cili ka pas një kopsht të madh, një bafshë të madhe, një artë të madhe, i cili person përmendet në disa hadithe, i cili person në gjatë tërë jetës së vet, bereqetin që i ka marrë prej tokës se ka ndonë 3 pjesë. Një hisë të bereqetit e ka rujt për vitin e ardhshëm, e ka dajt si farë. Një pjesë tjetër e ka ndonë për tanë vitin me pas për vete, për familjen e vetë, dhe pjesën e tretë e ka dhënë sadaka për fukara. Sadaka për fukara. Disa dietar kanë mendimin se ky është personi i përmendur në hadithin që përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek Beni Israilit për personin i cili ka dalë në qiell, ka dalë në një udhtim në shkretir, ku ka qenë thatësi e madhe dhe në qiell e ka ndinë një zë, ty i thonë dikush mjegullave, shkoni te kopshti i filanit. Dhe ky fillon mi përcjell ato rrejt, mjegullat, derisa ato rrejt vinë te kopshti i atij filanit dhe çka fillon me rashi. Mit dishkretirës, dëgjon këtë zë dhe hinte ai kopsht, ajo bafshë, dhe ai natyrisht si musliman i mirë, si njeri i mirë, thot mirë se erdhe. Dhe thot ajeti filoni, thot unë jam filoni. Thot ndëgjova emrin tënd duke u përmend në mes të shkretirës në qiell. Thot plus për hir të Zotit tregom se çfarë vepre bën ti, që dikush me ta përmend emrin në qiell dhe më urdhnu rrejt me ardh të bafsha jote, e të bafsha jote mes të shkretirës me rashi. Thonë nuk bëj kur gjë, veç këtë punë di me vao. Bereqetin që e marë prej tokës e ndojnë 3 pjesë. Një hise e ruj për farë për me mbjedh vitin e ardhshëm, një hise e ruj për vete dhe për familjen time, dhe hisën e tretë e shpërndaj për fukara. Kështu tha unë jetoj. Hem për farë, hem për me hongër, hem për fukara. Dhe Allah azza xal, inna balawnahum kama balawna ashabal janna. Sot na këta i sprovum ashtu si i patën sprovum pronart e arës, e bafshës. Si i sprovoi këta Allahu azza xal? Tha, id aqsamu la yasrimunha musbihin. Thot sepse këta u betun banë mbej se kanë ardhur herët në Saba për me mbledh tokën, për me mbledh bereqetin. Wala yastathnun. Dhe Harun me thonë nëse don Allahu. Thanë nesër Saba kina marrë herët, musbihin, herët, shumë herët, për me mbledh bereqetin. Wala yastathnun. Dhe nuk thanë insha Allah, nëse don Allahu. Nëse don Allahu. Pse thanë kështu? Thanë kështu, sepse këta të 3 vllazët u mbledhën dhe thanë baba jon sa kon tamam me mendën. Buk fali kështu përmend disa komentatorë. Dhe na thanë, kina me shku shumë herët në Saba, para se me dollë Sabaj, me marë këtë bereqetin që kur gjohë mos t'i apra, këtë për vejti me marë. Balë më babajon sa vjetë ka dhonë sadaka, na si vjetë, se shtash ne imi trashëgimtarë, baba vdiq, aj buri i mirë vdiq, thanë dhe kretë tokën, këtë bereqetin kina me marë për vejti. Herët në Saba, dhe nuk thanë nëse donë Allah. Thotë Allahu, fetafe alejha taifum mir rabbik, wa hum naimun. Thotë Allahu azza jall dhe natën erdh një smuje që Allahu e dërgoi ata duke qenë në gjumë. Duke qenë ata në gjumë,
Allahu dërgoi një smundje, e cila smundje goditi atë bereqetin dhe nuk mbet asgjë nga ai bereqet. Thot Allahu azza wa jall, fa asbahat kas-sarim. Thot dhe bereqeti, toka, ara u bo kas-sarim. As-sarim, sikur sarimi tha. Çka sarim? Sarim është kur ta mbledhësh bereqetin. Ata që kanë punu ndonjëherë me tokë e din. Kur shkon e mbledh bereqetin, më shku mas në 2 javë, e sheh se ke tatësi është në atë tokë. Se s'ka bereqet, tu ka marrë bereqetin dhe kanë bëjt vetëm ato degët e thata, që mastaj dhe thot ato që e punën arën du të me laru apet për me mbjedh përsëri dhe thot atë tokë. Thot mbet toka ashtu sikur e shkrejt. Mbetet e shkrejt toka kur ta mbledhish. Thot Allah, bafqë atimve që ishte përplot me bereqet, përplot me të mirat e Zotit, mbet e shkrejt. Disa komentatorë kanë thonë se në këtë bafë që ka pas të mbjelt, rrush. E disa ka thonë diçka tjetër, ajo nuk është me rëndësi, atë sa është me rëndësi, se toka e bereqetshme, e cila ka qenë përplot me frute, dhe pemë dhe perime, çka të cilën kam pas plan nesër me shku me mbledh. Allahu azza brenda natës e shkatroi atë. E zhduki atë. E zhduki dhe nuk mbet asgjë prej asaj. Vetëm pse vendosën dhe planifikun mos me i dhonë kur gjë fukaras. Mos me i dhonë kur gjë fukaras. Dhe këtë e thamë, subhanallah, sinqerisht kur lexoja këtë koment, thash la ilaha illallah, sa të mirat Zotit i kemi na hatri fukarave. Sa begati Allahu na e ka dhënë neve, zenginave, hatri fukarave. Pse kemi dhënë ati, Allahu dhe të thesh na e ka kthy neve. Ja kemi dhënë një ati, Allahu 100 na e ka kthy neve. Hatri fukaraves. Pse i ki dhënë ti ati, Allahu ti ta ka kthy të 100 fesh ma shumë se sa që i ki dhënë ati. La ilaha illallah. Sa të mira kemi hatri fukarave. Sa begati i gëzojmë hatri qatimve që s'kan kur gjon. Ndoshta as buk s'kan me hongër, ama hatri i ndonjë lutje se atimve, Allahu azza wa jall na e gjithë të mirësi dhe begati neve. Dhe shiqoni njeriu kur bëhet ashder, kur bëhet i tillë që çdo sen me marr, don me marr për veti. Se çka i ndodh, Allahu ja merr gjithë pasurinë. Sa pasoniki, si që kanë qenë këta, që kanë pas shumë bereqet dhe shumë begati prej Allahut, shkaku se kanë nënçmu fukaran dhe kanë vendos, mos me bo mirë fukaras, Allahu a ka marrë gjithë pasurinë atë. Kanë bet të shkrejt dhe shkret të nesërme, mbrenda një nate. Respektoni fukaran, ndihmoni fukaran, sepse vallahi shumë mirësi që i kemi dhe gëzojmë, janë hatri i qatimve. Dhe dije se, po të mos kishin qenë ato fukara, ndoshta nuk do të kishmi pas gjithë të mira që i kemi. Dije se, po të mos kishin qenë ato fukara, nuk do të kishmi pas ku me bo mirë o vëzni. Nuk do të kishmi pas ku me dhonë sadaka. Dhe dije fort mirë se në momentin që jep sadaka, vallahi, çdo kush, çdo njeri që ka dhënë sadaka e ndin këtë, e ndin një flat, një freski, një knaci në zemrën tënde. Jep fukaras, lenohesh, e ndin vetën fort mirë dhe shumë mirë. Dhe këtë e din çdo kush që ka dhënë sadaka. S'ka të pagume kjo me kur gjon. Kush u bë sebeb që ti muratu, mu lenu me ndiket knaci, ai fukaraja. Që si ka 5 bon kam në xhep, pse ja ke bu një të mirë, Allahu ta ka bu një nasip me pas një freski në zemrën tënde. Hatri një fukaras, hatri një personit që nuk ka kur gjon dhe nuk pasedon asgjë. Allah na bëf nga ata që i dojnë fukarat dhe ndihmojnë fukarat. Thot Allahu azza wa jall, Iyakum wal ma'asi innal 'abda la yudhnibu dhanba fayuhramu bihi rizqan qad kana huyya lahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, largohuni gjunaheve. Largohuni mëkateve. Sepse me të vërtet Allahu azza wa jall
robërit e tij privon nga disa mirësi dhe nga shumë mirësi të cilat i ka pas gatshme për robët e vet kur ata bëjnë mëkat. Pra robi kur bën gjuna dhe mëkat e privon veten nga të mirat që Allahu i ka përgatitur për atë. Ko mund si me konë një mirë e përgatitme, e gatshme për ti, shkaku një mëkatit që e ban, Allahu ta ndal atë mirësi dhe atë begati. Shkaku i një mëkatit që e ban dhe një fukaraje, një nënçmimi që e ban ati, Allahu edhe ti të privon nga e mira e ti. Sese ti s'ja e pa ti, Allahu s'ta e për ti. Ti si ndihmon ati, Allahu s'ndihmon ti. Dhe dini, si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmën e robit të vet, përderisa robi është në ndihmën e vllaut të vet. Përderisa i ndihmon ti vllaznive tu muslimanëve, Allahu dhe ti të ka me ndihmu. Allahu është në ndihmën tënde. E kur Allahu ka me të ndihmu, s'ka kush në përkom dhe s'ka kush e humb mallin dhe pasurinë tënde. Pra dini fort mirë se ky rast, ky ajet kuranor që përmendet është mësim për gjithë njerëzimin se sa bereqeti na vjen neve dhe e gëzojmë në hatri fukarave. Dhe këta vëllezër vendosën që mos me ndihmu fukaras dhe kur shkuën sabah me mbledh bereqetin e pan se ara e tymve pas ka mbet e shkret. Thot Allahu azza jall në vazhdim fatanadu musbihin. U çun thot herët ata. U çun herët ata dhe fillun me thirr njëri tjetrin. Anighdu harthakum, anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Than ata, hajde çuni më shpejt, shkojmë te ara dhe ta mbledhmi bereqetin, ama çka ishin duke fol, ka dalë. Kështu folshin me zvejt. Pse mos t'i nije ndë një fukara? Folshin me të pëshpëritme me njëri tjetrin. Ka dalë. Mos t'i nije kur kush, se janë të shku me mbledh bereqetin. Kjo është vesi keq, njeri me fol me tjetrin që pa. Ka dalë që mos t'a një tjerit. Në mesin e xhamatit nuk folet ashtu. Dhe njeriu i cili apo të cilët Allahu i ka dhënë bereqet dhe mirësi, nuk i mshef mirësi dhe bereqetit Allahu që e ka dhënë. Dhe mundohet të shfaq ata dhe të jetë destinacion ku njerëzit kanë mu drejtu kur kanë nevojë për atë. A keni pa disa njerëz fatkeqësisht me gjitha të mirat e Allahut hjekin. A i dini pse? Që njerëzit mos ta dinë se Allahu i ka dhënë pasuri. Mos t'ju lipin. Allah i ka dhënë pasuri me blej shtëpi 10 katëshe, a jeton me qira. Mos ta dinë njerëzit se ki ka parë. I ka dhënë Allahu mundësi me blej kerr më të ri dhe më të mirë, a shkon hec me golfnjesh. Shembull po sa. Me kerrin më të lirë, më të thjeshtë, që njerëzit mos ta dinë se ka, që mos t'i lipin. Mos t'i ndihmojë fukarave. Mos t'i japë zeqat. Ja dhe mbillah, ala ka njerëz të cilët kështu e jetojnë dhe fitojnë pasurinë. Allah ja ka mundësu që halal me fituat pasurinë, por ai ka vendosur dhe ka ndalu vetës që të mos i ban mirë askujt. Allah na rrit nga këto vese dhe nga këto gjeste. Allah azza jall, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idha an'ama 'abdan yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdihi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall kur një robit të vet i jep mirësi dhe begati dhe pasuri, Allahu gëzohet kur i shef shenjat e mirësive dhe begative që Allah e ka dhënë atij në atë person. Allah kur të ka dhënë pasuri, vishu sipas pasurisë që e ki, jeton në shtëpi sipas pasurisë që e ki, posedoj kerrin sipas pasurisë që e posedon. Allahu gëzohet kur i sheh shenjat e pasurisë që ta ka dhënë ai te ti. Gëzohet Allahu kur i sheh mirësitë dhe begatit të dukshme në trupin tënd dhe në vujudin tënd. Mos u bën përbuzës e të mirave të Allahut, por shfaqit mirat që Allahu t'i ka dhënë. Siç e lexova
në namaz të suret Duha, ku Allah azza wa thot wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kur urdhnon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot dhe me të mirat e Zotit që Allahu t'i ka dhënë, shprehu. Kallëzoj të mirat që Allahu t'i ka dhënë. Thuaj po, Allahu ka dhënë rrezik dhe bereqet. Dhe jam i kënaqur me atë që Allahu më ka shkruar rrezik dhe këto të mira shfaqin në trupin tonë dhe në mjedisin dhe rrethin ku jeton. Thot Allahu azza wa jall: "Fantalaqu wa hum yatakhafatun." U nisën me shku të ara, wa hum yatakhafatun. Dhe folshin mes vetë kadale, për shpëritnin me njëri tjetrin, që mos t'i nin fukarat. Sepse ata e dinin se fukarat janë mësu që në ditën e korjes me ardh dhe me marr hakin e vet nga kjo ardh dhe nga kjo bafshe. Sepse ishin mësu me babën e këtimve. Me vite, me i gëzu bereqetet dhe mirësit e kësaj arës. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Wa ghada ala hardin a është qadirin? Se pa wa ghada ala hardin qadirin, apo? Falamma rauha qalu inna la dallun. Dhe këta thot Allahu azza wa jall, këta kur shkuan te ara ala hard e pan dhe u befasun dhe u mërzitën shumë. Kur e pan se toka dhe bafqa është e shkrejt dhe nuk mund shin kur gjo me bo dhe nuk mund shin kur gjo me bo dhe u habitën u mahnitën betën pa tekst me atë që ndodhe, sepse prom kjo ara gjesi ma mirë bereqet bollëk sa tush. Sot u habitën, u mërzitën dhe ju erdhë shumë keq. Kur e panë sabah herët se kur gjohë nuk ka, u habitën dhe u befasun me të keqe herët në të esull, si thaj. Falamma ra'awha qalu inna la dallun. Dhe kur e panë kështu tokën të shkret, qalu thanë ata me zveti inna la dallun. Janë dy komente. Inna la dallun ka thonë na e pas mi gabu arën. Se fillim nuk vu besu se ara e tim vasht. Disa komentatorë thonë qka? Thanë e pas mi udhën. Hajtë këthejmi prap për të nishoni edhe njerë shkemtara. Kur shkun atje, e panë se që ajo është ara e timve, që ato janë megjit e timve, me të vërtet, pas ka shkru zjan arën që e kanë. Komenti ditë kanë thonë, inna le dalun, kanë thonë, na me të vërtet, pas mi qenë të devijum. Pas mi gabu shumë, kur thamë pramë dhe dje, se s'kina mi ndihmu as një fukaras. Kale e usatuhum, elem e kullekum laula të sebbihun. Ju tha atimve njëni prej vlaznive, që ishte ma i urdhë, ma i devotshëm. Elem e kullekum laula të sebbihun. A nuk ju thash unë, a nuk ju përkujtova që ta përmend një Allahun azza wa jall? A nuk vabona me dije se du të me pas frikën e Zotit dhe mos me bo kështu? Ama e shumëta të humë. Shumica të fiton. Edhe atë shtinën rreth dhe edhe i hupi. Që do me thonën se nuk është argument vetëm fjala. Nuk është argument kur jenë mesin e njerëzve, kur ata bëjnë të keshti vetëm me thonë, ej, kjo haram është, edhe me vazhdu t'i bashkë me ata me bo harami. Si që ndodhë sot me muslimat. O gjo shkova e festoj veterineri, ju thash ketve se haram, a me dhajme ato bashkë. Nuk mjafton kjo vëlla. Se ty t'ka pazabi i Zotit. Kini me pa ju nesër në lajme. Kini me pa nesër në lajme. Sa ndeshja është, sa rahja është, sa përdhunimi është, sa dehja është. Duke qenë njerëzit mençëm tamam, mi bo këta për një fest pagane, nuk mundet njeri me kuptu. Dhe nuk mi aftën që dikush vetëm me folë, por qka? Edhe dush munda për atim, me thonë në zvime juve. Dush munda. E ki vla i këtimve nuk u da nga këta. Shkoj bashkë me këta, edhe pse, dje ju kishtonën se nuk ban me bo kështu. Ju kishtonën që me pas frikën e Zotit,
ama shkoj edhe hisja e ati. O djek, u prish dhe ka plek smundja që erdh nga Allahu Azza wa Jall. Kedhalik el adhab, kështu vjen dënimi i Zotit. Sot Allahu Azza wa Jall, wala adhabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Të djeni mirë se dënimi i ditës së gjykimit është më i madh, sikur se njerëzit ta kishin ditë këtë punë. Sikur se njerëzit kishin qenë të vetëdijshëm se dënimi dhe azabi i ditës së gjykimit është më i ashpër dhe më i vazhd. Lutë Allahun Azza wa Jall që të na jap të mirat e dunjos dhe ahiretit, të na ruaj dinin dhe imanin, të na bën xhimart, dordhant, të na bën mirënjohës ndaj të mirave që ai na i ka dhënë dhe këtë mirënjohje ta shprehim me fjalë, me vepër dhe kudo që jemi dhe sido që jemi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlef në durimin.